edhe vetëm vullneti mjafton për të bërë diçka. Faleminderit shumë. Adesso ha facoltà di parola. Faleminderit shumë. Zoti Tefes për EPON. Faleminderit shumë. One abuse. Një shkelje është tragjedi. 10.000 është statistik. Kjo është diçka që na thanë Romani para disa vitesh dhe në fakt ka dalë e vërtet. Sepse nën pretekstin e luftës kundër korrupsionit, në Romani kemi bërë fushat për vite të tëra, duke u përpjekur ta shuanim, ta zhduknim këtë kancer, sidomos nga vendet e Evropës Lidore, mbas vitesh lufte kundër korrupsionit, duke përdorur masa ligjore, në fund të procesit tani korrupsioni nuk është zhdukur, nuk është ende aty, ndoshta jo aq në shifra aq të larta, por aty është. Por besimi i njerëzve tek drejtësia dhe KBE-ja ra shumë. Dhe këtë përvojë po e ndaj me ju sepse nuk dua që dhe ju të keni të njëjtën përvojë. Ndryshimi midis nesh dhe jush është se ne jemi një vend më i madh. Ju jeni diçka 2.ca milion njerëz. Për çdo shkelje që ndodh në Shqipëri në pretekstin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, do të bjerë mbi kokë, jo vetëm ju partisë në pushtet, por dhe ju të opozitëve. Sepse ju jeni një vend i vogël, e njihni njëri tjetrin. Të gjithë jeni të lidhur në një farë mënyre me njëri tjetrin, drejt për drejt apo në mënyrë të tërthor. Çdo shkelje do të dëmtojmë shoqërinë ju të gjithëve dhe do të ndikojë në kohezionin social. Kjo është arsyeja pse kur flasim për të drejtat e njerëzit, ka rëndësi që të gjithë, qoftë në pushtet apo jo në opozit, duhet të kuptoni që respektimi dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit nuk është diçka që duhet ta shënosh në listë që e ke bërë, që dikush që përfaqëson bëhen këtu të raportojnë në Bruksel. Kjo është e rëndësishme për çdo parti, pavarësisht nëse është apo jo në pushtet, që të sigurohet që të drejtat e çdo shqiptari të respektohen, sepse në fund të ditës, kur ta mbaroni këtë luftën kundër krimit organizuar, dikush na tha në Rumani para shumë vitesh, në fund të një lufte ka gjithmonë dëme kolaterale. Por dëmet në këtë rast janë njerëzit që preken familjet e tyre, të afërmit e tyre, fqinjet, kanë dhe armiq. Mbase 1 apo 2 apo 10 njerëz që do të preken nga kjo luftë, në shoqëri nuk ka rëndësi kur janë pak, po kur ke 10.000, 20.000 apo 30.000, shumëzoje me 10 apo 20, e kuptoni se do të keni gati 50% të popullsisë të prekur. Pra, në letër gjëra duken shumë mirë, por në kushte reale, gjithë numri i njerëzve të pakënaqur shtohet gjithmonë. Unë i dëgjova këto që u thanë sot dhe dje për reformën e drejtësisë. Është shumë mirë në letër kjo punë. Të gjithë flasin për SPAK-un, por SPAK-u merret vetëm me 1% të çështjeve penale në vendin tuaj. Çfarë ndodh me 99%? Të tjera, kur s'keni gjykatës prokuror të mjaftueshëm, në qoftë se pas 15 vjetësh, kërkon 15 vite që një çështje të përfundojë në Shqipëri, duke pasur parasysh historinë tuaj, është më e lehtë që dikush ta marrë drejtësinë në duart e veta. Dhe vetëm kohët e fundit një gjykatës u vra në sallën e gjyqit, u qëllua në kokë me shumë plumba, jo me një plumb. Dhe kur e pash në media, shumë njerëz lavdëruan vrasësin, thanë që është hero, sepse ju deshën një dekada, nëse zgabohen për ta përfunduar. Dhe ai e kuptoi se nuk mund të merrte drejtësi.
duke respektuar ligjin, edhe ai ka thënë atëherë do ta bëj vetë drejtësinë dhe e vrau gjykatësin dhe kjo duhet jetë një thirrje për të gjithë, që të zgjojë të gjithë, jo vetëm ju në parlament, shoqërinë civile, institucione, po për të gjithë ju që jeni këtu, sepse reforma pa e përsëris në letër mund të duket shumë mirë, por në qoftë se shpërfillni atë që ndodh në shoqëri, ajo zjen, dhe në qoftë se dikush do vjen puna të vras një gjykatës së sallën e gjyqit, kjo duhet jetë një thirrje për të gjithë ju, një thirrje zgjuese për të gjithë ju. Nuk e them për të kritikuar njeri, sepse nuk është kjo detyra ime. Tani, po thjesht e them për të rritur ndërgjegjësimin, për të hapur syt, sepse në Rumani un kam qenë një prej atyre që ka ngritur vetë dijen e njerëzve për abuzimet që ndodhin dhe fillimisht nuk ma vinin veshin. Dhe kur thash që të gjithë duhet i hapin sy, duhet i kushtojnë vëmendje kësaj çështje, sepse në fund të fundit pastaj do të minoj reputacionin e institucioneve europiane. Edhe s'ma vun veshin fillim, po pastaj e kuptuan që kisha të drejtë. Nuk mund të ndërtosh një shtëpi mbi rër, duhet ta ndërtosh me themele të forta dhe ne këtë po kërkojmë që ju të bëni. Pra, gjithë të zyrtarë të BE-s kur ju kërkojnë që të bëni reforma, nuk ja u kërkojmë ta bëni për ne, sepse nuk jemi këtu ne. Këto reforma duhet i bëni për të mirën e popullit tuaj. Pra, thirrja që kam për ju është bëni çmos që gjithçka që bëni kur jeni në pushtet, keni parasysh se sot jeni në pushtet, por nesër mund të jeni në opozit. Kështu funksionon demokracia. Jeni në opozit, mendoni që një ditë do të vini në pushtet. Çdo ligj që miratoni, keni parasysh atë që është e mirë për shoqërinë dhe për popullin tuaj, për sa i takon të drejtave të pakicave. Edhe një minutë, ju lutem. Edhe një minutë. Përfundoje. Do ta përfundoj tani. Dua t'ju lavdëroj për ato që keni bërë, lidhur me të drejtat e pakicave kombëtare, për arsimimin në gjuhën e mëmës dhe shprehjen e identitetive të tyre. Pra, këto duhen respektuar dhe inkurajuar nga autoritetet bazuar në kritere objektive të kulturës, gjuhës, traditave. Në këtë drejtim, ne do të monitorojmë me kujdes ligjet për pakicat. Edhe në Rumani ne kështu bëjmë, në lidhur me pakicat tona. Dhe së fundi, është shumë e rëndësishëm që Komiteti për Pakicat të punoj në bazë të akteve në ligjore dhe ligjeve që respektojnë të gjitha pakicat kombëtare. Ky organ po punon dhe siç tha kolegu im, duhet të merrni parasysh të kthimin e pronave të komuniteteve fetare që janë konfiskuar gjatë komunizmit. Kjo do të bëjë do të jetë shumë mirë për juve dhe për pakicat.